Na jetojme me këtë... është bo tregu i Po, është bo tregu. Unë nuk guzoj me rreziku veten me bo diçka wow, nëse nuk shitet. Unë shkoj për qasoj qa shitet, për qati produkti qa shitet. I thash një shoku tam për me një butik, i thash, trener ka të brejti jetu i prut këshia. Me da kacole, me da shkronja, me da... Tha, Adnan, qëto për shitet. Po, që kjo është. Edhe në regull jeti. Që kjo është. Adnan, të falimderit që ke qenë pjesë e podcastit tem dhe më kalzu si unë djeve. Faleminderit shumë. Falem diçka që unë nuk flas, sidomos për jetën tanë private, për emocionet, për këto nuk flas. Unë njeva si me kanë me një kafe. Unë qështu jam edhe një jetë përditshme, qëta që a folat e ti flas edhe një jetë përditshme. Ne për emisione munona që jo të arruj vetën, të arruj publikun, se nuk du se tash unë kur të flas për një vujtja diçka njerëz të menojnë që kom të vujt. Ata nuk e din që jem super i lumtur, i plotsu me këtë gjanat, me familje, me kushte financiare, me këtë ato, po edhe na jemi njerëz, edhe sot unë niva tepër mirë, tamam se me kanë të pi një kafe me një kafish dikun. Edhe ti e shpejt, kam qenë pjesëtare e xhirimeve të po ja zbulojmë